Ajsi, çfarë mendimi ke? Bukur, a? Shumë bukur. Duhet të marrim edhe 2 gurët e tjerë. Dalesa e radhës, shtylla e ekuilibrit. E dëgjuat këtë burr? E dëgjuat atë burr? Dhe tani duhet të vjedhë më shumë gur? Dhe të bëhet më i fortë se ç'duhet? Ide e mirë. Pse, çfarë nuk të pëlqen? Ua! Çfarë është ajo? Është thjesht një peshk. Një peshk i madh. Një peshk vërtet i madh. Hey! E pat këtë? Ajo gjë sa po përpoq të më hante. Po vjen përsëri. Kjo nuk është forma më e zgjuar e ushqimit të detit për peshq. Motra, stuhi dëbore! Rufeja e shpejt. Magjia e zez! Jo do ta mësoj atë të mos ngatrohet me... Çfarë? Dersi, eja pra! Nga unë! Tritan! Çfarë është ajo gjë? Më ndihmo! Tritan! Çfarë është ajo gjë? Është thjesht një krijesë nga thellësitë e oqeanit. Një glabërues si humnerës. Është i pandalshëm, do të hajë gjithçka që i del para. Me sa duket? Është i holl pasi është një pikë e dobët. Por tani e kam unë në kontroll. E shikon? A e di, Tritan, asgjë nuk mund t'i prish vërtet ditën dikujt. Gjë që më jep një ide. Selkit! Ky do të kujdeset për ato mjushe të vogla. Po. Shko, qej çdo selki që mundesh dhe glabëroj ato. Filloni nga shtylla e dritës. Unë duhet t'i paralajmëroj ato. Më duhet të paralajmëroj Blumin. Sot kemi servitje me kodatortën. Ai supozohet të jetë mjeshtri më i mirë i betejës. Do të doja të isha atje. Këshilli i sovranit është paq i rëndësishëm. Mund të jetë më e rëndësishme. Fati i dimensionit magjik është në rrezik. Prindrit e mi kanë ftuar sovranët e të gjithë sferave në domino. Dhe si princesha mbretërore, ju të treja duhet të jeni aty. Dhe kjo ngre pyetjen e madhe. Si do të merret dimensioni magjik me Tritanin? A do të bashkohen mbretërit për ta luftuar atë? E po çdo mbretëri do të përpiqet të luftojë vetëm me të. Jo, pyetja e vërtet e rëndësishme është çfarë do të veshim ne në gala? Nuk është një gala, Stella. Është një samit politik dhe këshill lufte. Në rregull. Një gjë që më bën të mendoj e ashpër. Wow! Ndoshta duket pak si shumë e ashpër. Po, ashtu duket në fakt.
shumë më mirë. Oh, metodë vjetër. Jo, klasike. Faleminderit, Flora. Tani, le të merremi me politikë. Mbretër, mbretresha, antar të oborreve mbretërore, mirë se vini në domino. Unë deklaroj se Këshilli i Sovranit ka nisur tani seancën. Duhet të qëndrosh i përqendruar, Sky. Së pari, ju kërkojmë të mirëpresim të gjithë ata që menduam se ishin të humbur. Princi kurorës Nereus dhe princesha Tresa të mbretërisë në nujore të Andros. Unë dhe motra ime falenderojmë kushërirën tonë, princeshën Aisha dhe mikeshët e saj, princeshën Plum dhe Stella që na shpëtuan. Miqtë e mi sovran, ne duhet të përcaktojmë se si të përballemi me kërcënimin më të madh për dimensionin magjik që nga shtrigat e paraardhësve. Tritanin. Oritel dhe unë besojmë se vetmja mënyrë për të mposhtur atë është që të gjitha mbretëritë të bashkohen dhe të luftojmë së bashku. Pse duhet bashkohemi? Heraklioni është në gjendje të mbrohet vetë. Zenith është gjithashtu më efektiv kur vepron vetë. Por a mundet që dikush prej nesh i vetëm të shpresojnë të mposh Tritanin? Solaria nuk ka nevojë për ndihmën e askuq për të shkatëruar atë, përbindesh. Oh, babi. Kati, nisu! Ui! Pa! Sola! Desire! Shikoni! Oj, jo! Një glabërues! Largoni të gjithë që këtu! Ai, Volantik! Çfarë të bëjmë? Më ndihni! Hajdeni! E shikoni atë shkëm? Shkoni majtas! 1, 2, 3! Atje brenda! Shihni nëse ka një rrugë dalje tjetër. Kjo është vetëm një dalje. Jemi të blokuara. Hej, ju djema! Nuk prisnim t'ju shihnim. Ne supozohet të servitemi me kodatortën. Pra, çfarë po bëni ju djema këtu? Do ta shohësh. Përshëndetje, Wings. Ne jemi këtu për të siguruar që ky mos largohet. Uh-oh. Por, ky nuk është një draguaj i zakonshëm. Është një draguaj egër. Një draguaj egër. I egër, the? Krejtësisht i pasbutur. Skuadra, hiqni dorë nëse dëshironi. Tani vajza, siç mund ta shihni, kjo është një krijesë e egër. Nuk është e keqe, por do të ndjekë instiktet e saj. Dhe instiktet e saj fluturojnë sa më shpejt që të munden dhe ju djegin nëse ju e pengoni atë. Kuptuat? Detyra juaj është përdorni fuqitë tuaja për ta kontrolluar atë. Paçi fat. Oh, zoti madh. E po, këtu nuk shkon asgjë. Wings,
Transformim! Ujësat magjik, Sirenix! Njuta, Zana e muzikës. Flora, Zana e natyrës. Tekna, Zana e teknologjisë. Flora, provoje ti. Tregohu e mirë me të. E po, në rregull. Dragua i bukur. Fuqia e neonit. E po kjo nuk shkoj dhe aq mirë. Ka për të qenë një pasdite e gjatë. Babi, mendoj se Oriteli dhe Marioni kanë të drejtë. Ne duhet të bashkohemi për të mposhtur Tritanin. Ti nuk e kupton, bia ime e bukur. I e kaq e re. Unë mund të jem e re, por jam edhe princesha e Solarias. Janë edhe zanat gardiane. Unë e di se për çfarë po flas babi, unë kam luftuar me Tritanin. Jam shumë krenar për ty, Stella. Guximi yt e nderon shumë shtëpinë tonë. Atëherë të lutem, vetëm mendo për atë që unë po të them. Do ta mendoj, princesha e Solarias. Do ta mendoj. Hey Sky, jam e gëzuar që mundet të largohesh. Edhe mua. Por Diaspro është vërtet të vështirë për të shmangur. Sidomos tani që babai im e caktoi ndërlise speciale të tij. Ti e di që ajo po përpiqet të futet mes nesh. Kjo nuk do të ndodh kurrë. Unë jam i yti. E thua seriozisht Sky? 100%. Sepse kështu ndihem edhe unë. Princi Sky, mbreti Erendor kërkon pranin tënde në dhomën e këshillit. Madhëria juaj. Faleminderit, ndërlise mbretit. Faleminderit shumë lartësia juaj. Shiko, Bloom, pranoj këshillën time dhe hiq dorë para se Sky të lër fare. Jam princesha Bloom për ty, Diaspro. Oh, dhe nuk do të futesh kurrë mes meje dhe Skyt. Pra mjaftu përpoqe. Kështu mendon ti, princesha Bloom. Bloom, a më dëgjon Bloom? Daphne? Oh ja, Tritani po largohet. Mund të arrit e Bloomi. Bloom, selkitët janë në rrezik. Rrezik? Çfarë lloj rreziku? Një përbindësh që do t'i glabëroj. Ku, Daphne? Pranë shtyllës së dritës. Daphne? Daphne! Daphne! Nuk mund të largohemi tani. Mirë, pra ne jemi përpjekur t'i këndojmë, ta arsyetojmë me të, ta mposhtim atë. Dragojnë duhet jenë mishngërënës. Po, fesa luleve nuk funksionojnë plotësisht. Përdorni fuqitë tuaja për ta kontrolluar atë. Sigurisht që ashtu do të jenë. Pra, çfarë pritet më pas? Mendoj se mund të jenë mustaqe. Ajo është gazmore.
Jo, shikoni, nuk do të lejoj askënd t'i prek ato maja të mprejta nga goja e saj. Shumë vëzhguese, Flora. Nëse afrohem, mendoj se mund t'i kap. Do t'a shpërqendrojmë. Këtu, Dragua. Hej, këtu. Dragua. Ndahuni. E kapa. E ani vajza. Të lumt, Musa, fantastike. Koha për të shkuar. Të lumt, fantastike. Kjo është vajza ime. Punë e pashme. Tani, çfarë keni mësuar? Çdo krijes e ka një pikë të dobët. Dhe Pasi ta gjesh, mund t'i kontrollosh. diçka tjetër? Dragonjt nuk han lule? Oh. Përshëndetje, Blum. Çfarë po ndodh? Selkit janë rrezik. Blum tha se Selkit ishin pranë shtyllës së dritës. Duhet të ecim shpejt. Shpresoj që ata t'jenë mirë. Ai e di që ne jemi këtu dhe nuk do të largohet kurrë. Çfarë do të bëjmë tani? Kur të jap sinjalin, shpërthejni kumbullin e kurve. Mirë, ne mund ta bëjmë këtë. Tani? Jo, akoma. Tani? Prisni. Tani! Natani! Më shpejt! Duhet i shpëtojmë ti përbindësi. Desir, prit! Eja përbindës, mund të otën kapës. Jo, Desire! Flora, më ndihmo. Të dëgjoj, Desire, po vi! Lulja Lotus! Nuk ka ndikuar fare. Duhet të ketë ndonjë mënyrë për ta ndaluar. Goditje! Shikoni, ka rjedhje. Ndotja Tritani. Ai e vuri pas Elkive. Ne duhet të gjejmë pikën e tij të dobët. Rryma e gjenezës! Akord shurdhues. Uragani fetal. Është ajo penë me pamje qesharake sipër. Të gjitha së bashku. Dhe jepni maksimumin tuaj. Sepse ai është një peshk vërtet i madh. Uragani fetal. Rryma e gjenezës. Akord shurdhues. Ja dolëm. Desire.
Ne duhet të sulmojmë tani. Tritani është rrugës për në shtyllën e ekuilibrit. Por ju do të dështoni. Ne duhet të mblidhemi së bashku. Të krijojmë një aleancë me një ushtri për të mposhtur Tritanin. Solaria do të bashkohet me ju, nëse edhe mbretëritë e tjera bashkohen gjithashtu. Si thua ti, Erendor? Ja, Heraklioni është në gjendje të mbrojtë vetë. Duhet të vendosim sa më shpejt. Si mund të bashkohem me një aleancë që nuk ekziston? Atëherë dhe Solaria do të mbrohet vetë. Oh, duket se gjithçka po prishet. Çfarë do të bëjmë ne tani? Oh, Sky, të lutem bëje baban tënd të arsyetoj. Do përpiqem Bloom. Por nëse ka vendosur, është vërtet e vështirë ta ndryshosh mendjen atij. Sky është princi i kurorës të Heraklionit. Ai duhet të përmbush detyrën e tij dhe të ndjekë rrugën e babait të tij. Askush nuk e kërkoi mendimin tënd, Diaspro. Si do që t'jetë, baba yt po të kërkon. Prince Sky. Glabruesi mund të mposhtet, por Tritani është në lëvizje për në shtyllën e ekuilibrit për të marrë gurin e dytë. Vetëm Defni mund të komunikoj Bloomit rrezikun e vërtetë të veprimeve të Tritanit. A do të reagojnë Bloom dhe Winksat të parat ndaj shtyllës?